mani Allah me të privilegju për në dhiqi, vallahi, billahi, ka me ndodha, pëta. Qysh ka thënë Allahu Gjelle Gjellali huapër? A nuk i ndërum ti? Mi thonë njerëzve se a din se ka me ndodhë kjo punë? A din ti gru se kime lgjujt fëmin tënë, a din? A din ti njërë se kime ikë pi vlau tënë, ti? Ti edhe une, kime ikë pi babës. Nëse kjo bindje, kjo nuk është çështje që i nështruat verifikimit, që i nështruat përvojave, analizave, kjo është bindje që Allahu Gjellona ka lemru me ta. Pra ne duhet që prezentimi i ahiretit në jetën tonë të ketë qasje të ditë për ditëshme. Ditë për ditë. Mos menon njerën javë në mujtë, ose njerës në udhë billah, kaloj njerën vjetë, ose njerën jetë, kaloj nga këto pamje dhe aty kalim shumë të shpejt. Jo, ditë për ditë nalu. Dhe sërë kalon të tregimi i banore gjenetit paramendose, nështë të ti e qaj apëtën. Dhe gëzohu, për gëzaj vetën tënde dhe thuj gritu dhe puna, nga se qëto punë të qënë që ati apëtën. Ose e kundër të në qofë se shë për banorët e gjëhnimit Allah në ruajt, paramendaj atë dënem Allah në rumë. Kësë është dije veç me ditë, po vallaj në qësë njeri ullit dhe paramendan, e ullë vetë në ti dhe thëtë qëre, hajtë të tash ullu ti cilë të kofë për neve, ullu në qartër se pisë tënde, i vetmuar, edhe thuj, nisa me mendu rasët kër je knaqë këtë botë, e ke pa për shumë të kutohet fëminia, të kesh buze, e thushin e knaqë të rëpën, ta një të kutohet kjo të kjo, vetë jeti, vetë se për kalan, në për disa kujtime, automatikisht disponohesh ato. Të kujtohet ajo, të kujtohet ajo, do rastet këndshme nga kjo jetë apo. Pasi që ti kalosh të gjitha këto stacione të kënaqësisë, e të lumturisë, edhe pse kujtime kurrëale s'po ndodh, kujtime janë duke u shpalos. Pas sa i thuj, paramendoje një vend që si të futesh aty një herë dhe të delesh, kur çdo pit mira mos të kujtohet apo. Që kjo xhehenemi. Njëri më u fut në xhenem dhe me dalë për atyt, nuk i kujtohet asgjë nga të mira që ka pretunit në kësaj botë. Pa i sa du të me punu për këtë vend mësë me himo kur aty. Paramendon një vend që të harrën knacin që ke pas, dështa me prindët e tua, me fëmijët e tua, me pasurinë tënde, me shokët e tu, asgjë s'të kujtohet. Sikur se i thëtë Allahu Gjelle Ola njeriut, më privilegjuar, më shumë dhe që është në dunja, kur Allahu Gjelle Ola e zhyt njerën në xhenem, veç e zhyt një zhytje të shpejt, dhe nxjerrë i thot, ja abdi, hel ra'ejte naimen qat, o robi jam, a ke pa në herë të mirë? Allah i këna mundësin, mu e ty me Allah me në pyt, a ke pa në herë të mirë? A e knash në herë? I thot, la ja rab, o Zot jam kur në knashim. Ku janë kujtimet? Ku janë shijet e këndshme, pretimet e mira, shoqërit, shetitjet, pikniqet, pushimet, ku shkun? Të gjitha këto një prekje e zjarit i harran ata. Allah në ruaj. Na në kundërt, ullu dhe me nda për rast të vështira që i ke pas njët, apo kur je kon këtë situatë në krize, këtu në krize, këtu kur je kon keqe, këtu kur je kon smute, shikoj sa rënd vjen jeta. Duhet nështë ta një javë mu këndel për me rifillu jetën aftën. Ti e din shumë mirë që një andër e keqe, din ka një javë me të majtë të trullaft aftën. Apo? Të shkyqen nga dynjaja komplet. Andër e keqe e ronë, din njerin që me pamundsu knacin me këtë botë aftën. Edhe pse është andër aftën. Paramendon me kujtu kohërat kur e ke pas sire keq, e pas saj me paramendu sa është një vend që vetëm me him rënë dhe me dal, nuk të kujtohet kur gjë për të këqijave që ke përjetuar apo. Gjithmonë duket që je kënaq aftën. Kjo xheneti. Sikurse ka në vazhdim të këtij hadithi se Allahu xhallahu ala e merr at'as ahli al-ard. Shikoj këtë shprehje që ka thënë pejgamberi, njeri më i përvujtur në fytyrë tokës. S'ka më të hjek se ky. Në 100% sjellën atë çto aftën. Allah alem kushaj, kur karnuaj nuk e di unë veç, unë e di që na çdo si jam aftën. Duhet bajegi me kon krizë në njëri që mos me pas konkurrencë në vujtje. Shikoj sa është i përvujtur në këtë. Por njëri me sabër, i përkushtuar me Allahut azza xal. E merr Allahu xhalla wala thot pejgamberi, "Fa yughmasu fil jannati ghamsa." Dhe zhytet në xhenet një zhytje të shkurtër, të shpejt. E fut Allahu xhalla wala dhe e nxirr e i thot, "Ya abdi, hal ra'aita bu'san qat?" A ke pa në robi jam keq, a ke hek në herë, a të ka dhim në herë dikuna, a të ka mungu në herë diqka? Thot, la ja rab, kur o zot? Paramendoj e këtë vend që ti haran të gjitha vujtjet, e të gjitha të këqijat, e të gjitha ato që të kanë mungu, ti plotson veç një hyrje, e tani Allahu thot që me një hyrje, ta bëjmë me harru ato që a ke hek për neve, apo? Don, a jena barabartash? Barabart me një zhytje, ta shkrej që ka ki din fund, falë për me e ki,
Bojaria Allahut azza wa jalla dhe nderi i tij robëve të tij apo. Prandaj Allahu xhallahu ala si et bërë çaskujt. Çdo sakrificë që e bën për dinin e Allahu xhallahu ala dhe për hatër të tij dhe vun për këtë çështje, wallahi di se Allahu xhallahu ala shumë fish ka më të paguar. Prandaj, që kjo është ajo që duhet të ketë ndikimin